Një person është arrestuar pasi një punëtor vdiq nga lëndimet që i mori të shtunën pas shembjes së dheut në një vend punishte në lagjen Veternik, e një punëtor tjetër mori lëndime të rënda. Policia ka njoftuar se i arrestuari po dyshohet për veprën penale, asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse. Është raportuar se gjatë punimeve të një objekt në ndërtim është shembur dheu dhe i ka zënë 2 persona meshkuj kosovar. Lidhur me rastin është arrestuar një mashkull kosovar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Ky ishte punëtori 8 që mbeti i vdekur në vendin e tij të punës gjatë 4 muajve të parë të vitit 2025, ka njoftuar sindikata e sektorit privat. E ky numër është dukshëm i madh se ai i vitit 2024, ku sipas raportit të Inspektoratit të Punës kanë ndodhur 7 vdekje në vendin e punës. Sipas Qendrës për Politika dhe Avokim, kjo paraqet rritje edhe në raport me të njëjtën periudhë, kur nuk kishte asnjë të vdekur në 6 mujorin e parë të 2024-s. Gersi Gashi, drejtar për zhvillim dhe hulumtim në këtë organizat, thotë se siguria dhe shëndeti në punë duhet të trajtohen me urgjencë nga institucionet. Besoj që këto duhet të jetë më reaktiv në këtë aspekt, duke ju përshtatër, edhe një të në kohë të përdorin metoda për inspektime në bazë të riskut, të më thonë jo në bazë të një plani të përgjithshëm, po në bazë të një riskut, sepse për shembull themi një biznes i cili është shitore, vogël, familjare, që drejtohet nga 2 persona te maksimumi familjar, sa do të prioritizohet në pikën e inspektimeve, krahasim me themi markete tjera që kanë probleme më sepse në numër më të madh punëtorëve e deri te ndërtimtaria ku e dinë që nuk është më çështja e marrëdhënies punës, por është siguria e shëndetit. Inspektorati, sipas tij pavarësisht dyfishimit të buxhetit dhe rritjes së numrit të inspektorëve, nuk po e reflekton efektin e tij në terren sa u përket sigurisë dhe shëndetit në punë. Koha ka bërë përpjekje të kontaktoj krye inspektorin e punës, Hekuran Nikçi, të dielën, por ai nuk ka qenë i qasshëm.